Pra shikues të zërit të diasporës, tash kam kënaqësinë që të jem ofër vendit ku promovohet apo reklamohet dhe Advanced Glass, pronar i secilës është Visar i Bishaj. Faleminderit Visar shumë për kohën, dhe Adem Salihu si inxhinier dhe njëri që mbikëqyr kvalitetin e punës. Zotëri Visar, përshëndes mas pari. Faleminderit për përkrajën e rrjetit të bizniseve, natyrisht. Gjithsesi të përkraj edhe të përgëzoj për fabrikën e xhamit në Kosovë. Shumë faleminderit rrjetit global, faleminderit juve për mbështetjen, përkrajen dhe networkun që e keni ju këtu. Unë jam Visar i Bishaj, vi nga Londra, jam investitor i fabrikës Advanced Glass. E kemi hapë fabrikën, kemi filluar muajin e kaluar në Lipjan, kështu që me bashkëpunim me Adem Salihan, i cili është inxhinier i xhamit, i cili ka kontribuar shumë në fabrika ndryshme në Kosovë dhe jashtë Kosovës për hapjen edhe përpunimin e xhamit. Ne kemi një specialitet xhamit, i cili është xham sigurie, i cili përdoret për balkona, për zyre, për dyqane. Kështu që është një trend i cili po përdoret shumë edhe këtu në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Zotëri Bishaj, ju jeni si afarist e një kohë gjatë. Na trego pak a shumë si erdhi ideja nga Londra të vini të bëni një fabrikë të tillë, e cila nuk është edhe lehtë të kalosh në treg. Unë jam biznes dhe jam pjesë e këtyre rrjeteve për shkak networkut xham. Ne kemi shqiptar shumë të suksesshëm jashtë Kosovës, por edhe brenda Kosovës, kështu që besimi i partnerëve tanë, si që janë në Kosovë, ne më shumë kemi pas idenë me bo eksportin e xhamit. Mirë po, që kemi pas edhe kërkesa nga partnerë tanë që janë të suksesshëm këtu në fushën e ndërtimit. Ne edhe ashtu ndërtojmë edhe në Skenderaj, jam pjesëmarrës i disa ndërtimeve në qytetin e Skenderajit, kështu që ka lindë edhe ideja xhamit për me i furnizu edhe projektet e mia personale, po edhe projektet e partnerëve tonë që janë veprojnë Kosovë, po edhe jashtë Kosovës. Unë të përgëzoj ty edhe një herë, do kalojmë tek inxhinierit, na tregoj pak në aspektin e ekspertit. Fati Advanced Glass Company që kemi Ademin si ekspert në fushën e xhamit, kështu që merci është ime për Adem. Faleminderit, zotëri Adem, na trego pak a shumë nga provoja tua. Çka ka dallim ky xham që ju e prodhoni në krahasim me xhama të tjerë që prodhohen në Kosovë? Dallimi është mas pari te teknologjia. Na kemi makinerinë që kemi sill për Itali, është makineri Bavelloni, një prej më të mirë, për brenda më të mira të makinerisë, sa i përket përpunimit xhamit. Xhamin i kemi 3 brende që i përdorëm, kryesisht me 2 punojmë shumë, që është brendi Amerikan Guardian, edhe brendi francez që është Saint-Gobain. Këto 2 brende janë që na dallohemi me to, edhe nuk e ndrojmë këto 2 brende me to. Kemi edhe brendin që është shishe xham, që është një tash për momentin të i rrit ose në rritje është të i bërë lider botnori i xhamit, edhe na fokusin e kemi vetëm të xhami i sigurisë. Nuk kemi përdorur produkte tjera, nuk kemi lara manit të xhamit me vonë, përdorim vetëm xhamin e sigurisë. Edhe jemi shumë të avancuar këtë drejtim. Edhe si staf, edhe si kvalitet për i brendeve që i kemi që disponojmë. E di që është fillimi tani, po sa keni kapacitet për të prodhuar, të marrë parasysh që jo moti keni filluar, dhe keni kërkesa për treg për momentin? Kërkesat i kemi 2 lloje, kemi kërkesat edhe brenda Kosovës, mirë po kemi kërkesa edhe për eksport. Kryesisht në Zvicër, në Gjermani, në Austri, tash fundit edhe në Britani të Madhe. Kërkesat që vinë kryesisht janë prej investitorëve që janë shumë serioz, qofshin këtu në Kosovë, qofshin në diasporë që janë, të ju falenderoj edhe diasporën që na ka jepur një përkraje të madhe në këtë drejtim, na ka besu produktin. Na tash për momentin kemi filluar në fazën e 2 të investime me makinet e ri të reja, me CNC të reja, jemi duke shqyqur me pru edhe fura që e bojnë kalitin ose temperimin e xhamit, vetëm se duhet me pa pak për shkak të sistemit të rrymës që të na nuk është shumë stabil. Këtu pak kena një ndjecje që është që po na dëmton si biznesi që jemi, mirë po pjesën tjetër jemi të mbulur shumë mirë. Kem staf të certifikuar, kem punëtor të kvalifikuar, kem xhamit që janë
duke më përfshirë mu që jam inxhinier i këtij sektori, mirë po pjesën tjetër stafit që kemi që janë kryesisht kualifikuar në drejtim gjallë. Sa përket punës e certifikimit për treg jashtëm, a keni filluar apo si ka ndodhur që jeni pasuruar me certifikata apo keni certifikat? Na kemi pasur të kaluar në bashkëpunime me kompanitë të cilat e certifikojnë fillimisht produktin, masane edhe kompaninë. Na kemi certifikuar si produkte, tash jemi në proces të certifikimit komplet kompanisë tonë, edhe pusinojmë edhe na një brand, një emër që ka me ka një lejtar shumë i madh sa i përket fushës gjamit, edhe në Kosovë po edhe në diasporë. Kryesisht në biznese që janë që udhëheqin prej diasporës shqiptare. Unë të përgëzoj për kujdesin edhe profesionalizmin. Faleminderit edhe juve për kujdesin ju, për vizitën. Ju urojmë gjithë të mirat. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Visar, vetëm edhe një pyetje më në fund. Kemi ankesa për çështjen e birokracisë në Kosovë, sidomos kur vjen puna tek ndërtimi i fabrika ndryshme. A keni pas pengesa gjatë kohës kur faktikisht keni filluar për këtë investim gjigant? Po, pengesa në atë kuptimin financiar, jo kuptimin administrativ, po mirë, po prapë këtu e kemi fatin të kemi një kompani si Nexia Group që është pjesë e Rjetit. Ata më ndihmojnë shumë në orientimin që mi të i kalu këto sfida. Mirë, po puna e investitorit nuk është shumë nuk është interesi i investitorit me ditë këto sfida, duhet mi marrë njës profesionalisht si në fushën e kontabilimit, si fushën e marketingut, kështu që ne kemi fatin të jemi pjesë e Nexias, kështu që ata na ndihmojnë kur vjen puna të çështjet legale ose certifikimeve këto sanime ndryshme. Shteti vetëm duhet me ndihmu investitorëve ato nëse është investim strategjik ose investim cili ka potencial për eksport, atëherë ata duhet me ndihmu këto pjesë. Për fat keq këto që po ndodhin zgjedhje, rrizgjedhje, e dëmton ekonominë ose punën ndonjë investitori tuaj. Na si diasporë, neve nuk na pengon kur për marrën me jep ato sa më shumë për këtë vend. Unë e përgësoj edhe kryetari Nura, kryetarët e degëve në për shtete tjera, Semin, timi që ka arpi Australisë, shumë kryetarëve tjerë të Rjetit global, shteteve ndryshme. Nëse ne punojmë këtë bashkë, besoj që do të na nevojtë edhe as qeveria në këtë kuptim ose ndihmë nga shteti. Ne i dim këto, i kemi eksperjenca jashtë, do i bim ato eksperjenca dhe do ta mundsojmë edhe punësimin e punëtorëve që mos më na ik rinia në vende të tjera. Visar edhe një herë të përgëzoj edhe jetrim vërtet se koza investimi i madh. Shumë faleminderit. Ndihma është edhe nga ana juve për këto që po na përkrani, po na vizitoni edhe po na promovoni. Faleminderit edhe një herë. Ishte kënaqësi vërtet. Të kënaqësi juroj sukses, Prozëri diaspore ishte Visar Ibishaj, i cili ka ardhur prej Londrës për të investuar dhe natyrisht do ta përcjellim se si do të ketë biznesi sukses këtë drejtim. Nga unë sa reagimi zëri diasporës, natën e mirë dhe shimin e emisionit të radhës.